Hani gjithmonë një mollë para gjumit, arsyeja do t'ju befasoj. Nëse gjithmonë jeni trembur se nuk duhet të hani asgjë para se të flini, ne do t'ju tregojmë se molla është një nga frutat që ju mund ta konsumoni pa frikë para gjumit. Nuk do t'ju rëndoj në stomak, por do t'ju bëj mirë. Molla përmban një sasi të lartë vitaminash dhe mineralesh, antioksidant, polifenol dhe thuajse fare yndyrë. Vitamina C e mollës ndihmon në uljen e presionit të gjakut, përmirësimin e frymëmarrjes dhe uljen e nivelit të sheqerit në gjak duke ju relaksuar. Po ashtu vitamina B6 ndihmon në djegjen e yndyrave gjatë natës. Nëse më parë keni pasur probleme me gjumin duke mos fjetur rahat, ne ju sugjerojmë që çdo natë përpara gjumit ju të hani një mollë për të pasur një gjumë sa më të qetë dhe të gjatë. Provojeni dhe do t'na falenderoni.